Rahman Ramadani, veteran i luftës ushtrisë qytetarë të Kosovës. Na dolëm më protestua kundër padrejësive që i bëhen shqiptarës dhe kjo ekspozitë që i kanë bëhen. Kjo është shumë e dëmshme për popullin, për viktimat e luftës, për gjithë. Si veteran, kur i ke po këtë ekspozitë, që ka bo mëni? Unë mu ka bo mëni shumë e kom një vetën keq, as gjumë s'mojmë më shtinë sy, kur i shek kështu padrejësi që i bëhen nga individ të caktuar, se këta janë edhe për i përkrahës qeveria fatkeqësisht, për i ndonë mjete. Cila ke thirrja jote sot këtu në protestë? Thirrja jeme edhe gjithë luftarëve është që të ndalin këto manipulime që i bojnë për gjakun e derë për lirit Kosovës. Ata njerëz kanë derë gjak, shumë viktima, shumë pafajshëm, për japin krajnë Serbisë venë me më luftu për popull, vetat këta në kondër. Faleminderit shumë. Me nderë qofshi.